Fushata antarësime në Partinë Demokratike ka vjuar në Vau në Desit në Shkodër. 405 antarë të rinj janë bashkuar forumit rinor të forcës më të madhe politike në vendin tonë. Në ceremoninë e shpërndarjes së këtyre teserave ishin pranishëm dhe kryetari i forumit rinor të Partisë Demokratike të Shqipërisë Gerti Bogdani, deputeti i zonës Gjoko Ledaj, si edhe themelues e kësaj force politike në këtë zonë, duke hapur në këtë mënyrë edhe fushatën elektorale për zgjedhjet e 23 qershorit. Gjatë fjalës së tyre, Bogdani dhe Uldedaj kanë deklaruar se antarësimet e reja janë garancia e një mandati të tretë të qeverisë së Partisë Demokratike, që sipas tyre kanë ndryshuar vendin tonë. Antarësimi i 405 antarëve të rinj Partisë Demokratike në Bashkinë e Vaudesit është lajmi më i mirë, por njëkohësisht është edhe garancia më e mirë, është shprehja më e lartë e vullnetit politik, është bindja juaj e thellë që zgjedhjet në këtë vit, pra në qershor, do të materializohen me një fitore të thellë të Partisë Demokratike në Bashkinë e Vaudesit. Në fakt është kënaqësi sot që kjo prezencë kaq e mrekullueshme e këtyre të rinjve, të cilët shprehin dëshirën për të qenë pjesë aktive e Partisë Demokratike, këto të rinj të cilët janë rritur në demokraci në këto 22 vitet e lirisë dhe demokracisë, këto të rinj të cilët do bëhen pjesa më e rëndësishme, pjesa më aktive e Partisë Demokratike dhe këto të rinj të cilët do të garantojnë një fitore të Partisë Demokratike me 23 qershor. Betejë e ardhshme që na pret vitin 2013, këtë vit, në 23 qershor është një betejë shumë e fortë. Është një betejë shumë e ashpër. Është një betejë që do të duhet për çdo votë. Është një betejë që do të ketë punë fare besojmë fotofinish. Sepse i tillë është sistemi, e tillë është situata politike, të tillë janë pritshmëritë e opozitës, por harrojnë një gjë. Harrojnë që Partia Demokratike e ka forcën tek antarët e saj, e ka forcën tek forumi rinor i saj, e ka forcën tek mbështetja e qytetarëve. Për disa muaj pas një fushate me qindra të rinj janë bashkuar Partisë Demokratike në Qarkun e Shkodrës. Kjo ka ardhur si një angazhim i deputetit Gjoko Ledaj, i cili ka bërë një punë të madhe për të shtuar numrin e antarëve të kësaj force politike, gjë e cila u deklarua edhe nga kreu i FRPD-s Bogdani dhe drejtuesi i kësaj force politike në Vau në Desit.